Në zbatim të programit Rilindja Urbane 2.0, qeveria ka ndërmarrë që prej muajit korrik operacionin për lirimin e hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme, që vijon në gjithë vendin duke i paraprirë. Në funksion të kësaj ndërhyrje është vendosur në dispozicionin e qytetarëve dhe portali Hapësira ime publike, ku mund të denoncohen ndërtimet pa leje. Deri më tani në këtë portal janë raportuar 15.392 raste, nga të cilat janë zgjedhur 11.702, ndërsa 3.690 janë aktualisht në proces shqyrtimi. Kryeministri Edi Rama ndau gjatë kësaj të diele të tjera pamje nga ndërhyrjet që po kryhen në gjithë territorin për shmontimin e strukturave pa leje të pozicionuara në hapësirat publike. Ecim pa të shtunë e pa të diel, shkruan Rama krahas videove me pamje. Qeveria shqiptare i ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që i shkelin ato. E konceptuar si një ndërhyrje sistematike në terren dhe jo një aksion i përkohshëm, kjo nismë, cila ka nisur nga zbatimi në muajin korrik, po vijon me prioritet në gjithë territorin e vendit. Për goditjen e fenomenit të ndërtimeve pa leje në kodin e ri penal parashikohen ndëshkime më të ashpra. Një tjetër mekanizëm që do të jetë në funksion të subjekteve private do të jetë rregulloria rekombëtare, ku do të përcaktohen me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojnë bizneset. Një nga pikat e kritikuara edhe në progres raportin për Shqipërinë ishte edhe mjedisi, ku një vend të veçantë zë pikërisht edhe procesi i ndërtimeve të bëra veçanërisht gjatë këtyre 3 dekadave të fundit.